Nga Belgjika ku mbajti leksion në Kolegjin e Evropës në Bryzh, kryeministri Edi Rama ishte kritik me Evropën për mënyrën se si po trajton zgjerimin. Kjo lodhje nga zgjerimi vë në rrezik fuqinë transformuese të BE-s mbi europianizimin e vendeve të rajonit. Lodhja nga zgjerimi gjithashtu jep hapësirë politikanëve nacionalistë dhe islamizmit radikal në Ballkanin Perëndimor, që e përdor neglizhencën e BE-s në drejtim të Ballkanit Perëndimor për agjendën e tyre. Kryeministri u ndal dhe në atë që quan paradoks, mosdhënien ende të së drejtës për lëvizjen e lirë të qytetarëve në Kosovë. Qytetarët në Kosovë sot nuk mund të lëvizin të lirë, ndërsa ironikisht, në kohën kur ishin një komunitet i marginalizuar në Jugosllavi, mund të lëviznin pa probleme. Ata janë shteti i vetëm në Europë që kanë ende nevojë për viza. Ky është një paradoks i tmerrshëm për ta. Kjo i bën të ndihen në kurth në shtetin e tyre të pavarur, dhe kjo ngjan si një tradhti nga ana e Europës. And this sounds and smells like betrayal. Betrayal from Europe. I pyetur sa ndikon atmosfera rreth muslimanëve sot në Evropë në procesin e integrimit, kryeministri theksoi se të tilla qëndrime lidhen më shumë me mosdijen dhe mungesën e njohurive mbi besimin fetar.